Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të analizuar Prime-in e natës së sotme. Ishte një Prime i nxehtë, një Prime me diskutime, me debate të forta, me plasje mendimesh. Do me thënë Monika ka qenë e zjarrt sonte në këtë Prime. Monika ka qenë flak fare. U komentua jashtëzakonisht shumë komenti që po bëhet për muaj të tërë krevati me Selin edhe Miri. Një krevat që në fakt ka ngritur një zhurmë më të madhe brenda shtëpisë, një krevat që ka sjell tek publiku mendime të ndryshme. Ky krevat na ka kthyer të gjithëve në analizë të një loje dhe të një formati të këtillë. Unë kam dhënë mendimin tim dhe do vazhdoj ta jap mendimin tim në kuadër të kësaj loje. Unë mendoj që krevati është një histori e sajuar nga të dy në interes të dyve dhe pikërisht kjo historia e mbajti aktiv Mirin, e mbajti aktive Selinën dhe i solli në stadin në të cilin janë. Tani, a u doq Miri? Me patjetër që u doq sepse Miri nuk diti ta analizon dhe nuk diti ta logjikon lojën, do me thënë nuk diti të bëhet një analizator i mirë, ndërsa nga ana tjetër përfitoi Selina, sepse Selina diti ta përdorën lojën, diti ta përdorën afrimitetin me Mirin dhe sot është këtu ku është. Gabimi te Miri qëndron, do me thënë që Miri nuk dihet të arsyeton veten, ashtu si dihet të arsyeton Selina dhe është në mëshirën se çfarë të bën Monika, si të arsyeton Monika dhe çfarë komenti do t'jep Monika kundër drejt lojës së Mirit. Do me thënë, Miri është në një pritje brenda asaj shtëpie. E pash një marrëdhënie, që unë e quaj një marrëdhënie organike, një marrëdhënie që këto të dy kanë gjetur njëri tjetrin, këtu do të përfshi pak dhe Rogertin, edhe pse Rogerti dëshironte që ta bën pak më komike situatën, dëshironte që të përfshihet në këtë historinë, që është një histori goxha me pesh brenda kësaj shtëpie, sepse është përfolur me muaj me radhë. E pash që në thelb, do me thënë Rogerti ka një dashuri të sinqertë kundër drejt Mirit dhe shoqëria e tyre është vërtet pa marrë parasysh luftërave që ato të dy mund të bëjnë gjatë javës për të përzgjedhur finalist dhe pastaj për ta fituar çmimin e madh. Do me thënë Miri sonte ka qenë në qendër të vëmendjes, u favorizua shumë, sidomos gjatë kohës kur televotimi ishte i hapur, Miri kishte surprizën e madhe që produksioni kishte realizuar një këngë, kishte punuar një këngë për Mirin me Vesën dhe me Landin, do me thënë Miri sonte ishte epiqendra e këtij Prime-it. Nuk më pëlqen në fakt në mënyra se si Monika u soll me Selinën, nuk mund të sillesh me një vajzën ashtu, tani ato nuk do të thotë që nuk janë të lexueshëm, që nuk din apo që nuk kanë studiuar, po thjesht fakti izolimi për 100 e ca ditë brenda asaj shtëpie, normalisht që ato i bën që të jenë pak më larg botës reale. Unë kështu i quaj. Për ndryshe, do me thënë ishte një Prime për mendimin tim, i cili favorizoi Mirin dhe i dha Mirit këtë vlerën të cilën Miri dëshironte që ta merr, do me thënë brenda kësaj shtëpie. Selina më duket si gjithmonë, do me thënë bombastike, ka argumente të forta, dihet të nxjerrën veten e saj nga balta në këtë rast, ka qenë gjithmonë koherente në qëndrimet e saj që kanë patur të bëjnë rreth krevatit, sepse Arbri në fillim të Big Brotherit e pati thënë një fjalë që nëse vitin e kaluar kishim Big Brotherin e divaneve, një vit më herët kemi patur një Big Brother të ngjajshëm me epitete, këtë vit kemi Big Brotherin e krevateve, do me thënë çdo vit kemi nga një Big Brother. Dhe mendoj që në këtë rast Selina doli më e pastër se Miri. Dalja e Juelës nga shtëpia, një moment në fakt shumë i papritur, një moment që unë as nuk e kisha çuar në mendje që Juela mund të largoheshte. Mendoj që produksioni ka vendosur të jetë
largimi i Juelës në këtë pikë, sepse Juela nuk kishte degë më se ku të mbahet, do me thënë Rogerti në momentin më të dhimbshëm dhe në momentin kur ajo më së shumti kishte nevojë brenda asaj shtëpie i ktheu shpinën, do me thënë për Juelën ishte një karma, sepse Juela në këtë formë i ktheu shpinën Stenaldos pikërisht në momentin kur hyri Rogerti brenda në shtëpi, sepse Juela brenda vetes së saj, brenda mendimit të saj, e quajti Rogerti një super fuqi dhe mendoj që kjo super fuqia nuk i zgjati shumë Juelës në këtë rast dhe produksioni vendosi që ta hiqte sepse Juela eskaloi krejtësisht nga vetja, nuk dinte se çfarë flet, nuk ishte Juela që ishte në fillim, domethënë pati një lloj transformimi që nga momenti i parë që hyri në shtëpinë e Big Brotherit edhe më tej, domethënë ishte Juela e transformuar. E çuditshme, por e pritshme, sepse nuk mundi më të krijon aleanca, nuk mundi më të krijon domethënë dominancë brenda në shtëpi dhe normalisht kaq e kishte rrugtimin, kaq kishin interesin dhe e hoqën. Televotimi i dytë që në këtë fazë të lojës domethënë ishte e pritshme që të kishte 2 nominime brenda një nate duke parë dhe numrin e banorëve të cilët ishin pjesë e këtij domethënë këtij prajmi të mbetur. Dhe mendoj që Edisa ishte në një plan B për t'u larguar nga shtëpia, unë e kam thënë dhe më herët, Edisa nuk krijonte më situata, pse u përzjodh Shëndriti që të qëndron brenda në shtëpi, mendoj që nuk donin Selinën ta lënë pa krah, Selina në qoftë se nuk do ta kishte Shëndritin, do t'ishte një krah i thyer dhe mendoj që tani e kanë krijuar lojën pak edhe më dinamike sepse i kanë bërë 2-2. Do të thënë është Miri, Rogerti, është Selin dhe Shëndrit, është Mateo dhe Brikena, janë 3 grupet më të fuqishme që kjo shtëpi ka patur deri më sot. Shëndriti edhe pse vonë ka hyrë në shtëpi, do me thënë diti të përdorë një strategji shumë interesante, diti të luajë një strategji shumë të fortë dhe i arriti qëllimi që të arrit deri në këtë pikë që për Shëndritin është një fitore shumë e madhe, sikur edhe të largohet nga shtëpia në gjysmëfinale, do me thënë ja ka arritur qëllimit të tij sepse del pikërisht një javë para finales së madhe ku dinamika, tematikat janë më të zjarrta. Ndërsa, për surprizën e Mirit, në fakt u dua të ndaloj pak, unë prisja që në surprizë të Mirit të jetë të paktën babai i tij ose nëna e tij, por ndoshta thashë themet e shumta, debatet e shumta që Miri kur do del nga shtëpia, do të thonë do t'i shikon, ndoshta i ka bërë prindëri që të stepen pak dhe të mos të vendosin, që të bëhen pjesë e spektaklit të natës së sonte, sepse ndoshta e kanë ndier veten në një presion të jashtëzakonshëm dhe nuk kanë dashur që t'ju dalin ballë të gjitha shethemeve që janë folur lart edhe poshtë. Domethënë produksioni nuk e kishte ftuar as Rabeën, bashkëshortin e Mirit, sepse mendoj që gjatë linjës së jetës banorët kanë patur të gjithë surpriza. Por tek Miri, siç duket, kjo gjëja ishte anashkaluar, ndoshta familjarët vetë nuk kanë patur qejf që të prenoncohen duke i pyetur Ledioni qoftë edhe për qëndrimet që do të kishin kundërdrejt Selin. Domethënë ishte një natë shumë e zjarrt, ishte një natë dinamike që realisht ka ndryshuar lojën në shtëpi.